Sot ndodhemi në fshatin Leran të Preshevës, ku po realizojmë projektin Gruri i Solidaritetit, një nismë që synon të sigurojë miell për familjet në nevojë. Java e Solidaritetit 2026 vazhdon me aktivitetin e saj të dytë. Një bashkëdetar nga Lerani ka mbjell këtë rar gruri dhe të gjithë prodhimin e saj e ka dhuruar për këtë projekt. Sot po e korrim grurin dhe kemi arritur të mbledhim 564 kg, të cilët do të dërgohen për bluarje dhe më pas do të shpërndahen në formë mielli për familjet që kanë më së shumti nevojë. Ky është një shembull i bukur se si një iniciativë vetme mund të sjellë ndihmë konkrete për shumë familje. Çdo kilogram gruri korrur sot do të shndrohet në bukë për sofrat e atyre që kanë nevojë për mbështetje. Falenderojmë donatorin që mundësoi këtë iniciativë dhe të gjithë ata që po japin kontributin e tyre në realizimin e këtij projekti. Së bashku po e kthejmë solidaritetin në ndihmë konkrete për familjet në nevojë.